Kush është ky klubi i të shëmtuarve? Klubi i të shëmtuar do të kuptohet si alegori, si metafore shoqërisë moderne. Do të nuk është çështje të shëmtia fizike këtu, besoj. Në shikim parë është tek ky shëmtimi që kam frikë që ende po vazhdon. Kur e mora çmimin e lexova një fjalë shkurtër aty dhe u ndala jo te shëmtia, nuk përmenda shëmti, po do të zhytja jon këtë botën digjitale që edhe përdorimi i egër i fjalës, do të është një rrezik për shpërthimin e murtajes të fjalës e kam quajtur. Do të qysh 2009 kam pas këto menime, këto shqetësime dhe veç po shkojnë duke o acaruar. Bile një ditë i thash një miku si në humor, në fakt edhe si në shqetësim që duhet ta shkruaj edhe në klubin e shëmtuar numër 2, do të vëllimin e dytë. Qeshëm pak edhe me bring, sepse sigurisht po. Aty është një klub i të shëmtuarve i cili synon që të shëmtuaren ta bëj vlerën kryesore univerzale në botë, ta zhduk të bukurin dhe ta bëj të shëmtuarin. Dhe kur ta bëj të shëmtuarin në vlerë univerzale, atëherë njerëzit nuk do ta hetojnë dhe do të duket që është ajo e bukura. Dhe po më duket që ne në këtë kohë jemi duke shkuar jo vetëm Kosovë, po flas globalisht. Globalisht. Po. Flas globalisht që jemi duke shkuar drejt acarimeve më të tjeshme. Nuk du të dramatizoja, them që po ndodh një apokalips, por nuk janë gjëra të aq mirë. Duke nisur nga ambiente deri te do të armët bërthamore. Bota nuk është bashkë në gjendje, pishohim zhvillimet si janë.